Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratuan pikat e rendit të ditës. Gjatë mbledhjes u miratuan proces verbalet e seancës së mëparshme si dhe disa vendime me fokus social dhe financiar. Këshilltarët miratuan ndihmën ekonomike për muajin shkurt, përdorimin e fondit të kushtëzuar apo fondit të bashkisë për familjet dhe individët në nevojë. Po ashtu u miratuan ndryshimet në listën e përfituesve të subvencionit të qiras, si dhe raporti të ardhurave afat mesme 2027-2029 dhe shtesa në programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Një tjetër diskutim i rëndësishëm ishte edhe zgjidhja e problematikave të shkaktuara kryesisht në zonat rurale nga rreshtet e janarit dhe shkurtit. Shkurt 2026 edhe për të gjitha pasojat e datës 6 janar shirat e Denver kishin për në Labogën e Madhe, që bëhej një rrugë provizore për lidhjen e Labogës së vogël me Labogën e Madhe. Sepse rruga aktuale e cila ka rishur një segment për Ponti dhe Rushur, nuk kemi akoma përgjigjen fundimtare nga gjeologjikë, duhen studime gjeologe dhe inxhinierik dhe një drejtim rrugës. Ai bashkë dore kush do të bashkëpunojë. Ai marrësh ka një problem të saktë. Dhe në këtë rast ne nuk mund të kundërshtojmë një marrëveshje të bërë bashkisë me institucion tjetër shtetëror. Plus mund ta bëjmë me këtë do tjetër, qoftë edhe me privatin në kuadrin e emergjencave civile, dhe ne këtu jemi këtu për të sqaruar këtë situatë. Nëse mendojmë që shteti ka lehtësinë na bëjë kjo shtetër histori, por nëse Këshilli Bashkiak duhet ta mbështesim bashkinë dhe institucionin e saj për vazhdimin e punës, kështu që kalojë për votim. Vendimet e miratuara pritet të kenë një ndikim të drejtë për drejtë në menaxhimin financiar të Bashkisë së Gjirokastrës dhe dhënien e ndihmës së nevojshme banorëve të saj.